Ndëgjo, secili ka dëtimin edhe mendimin e vet. Në Kosovë ka sa dush edhe ka çka dush. Ai që do me punu dhe ai që do me gjetë veten e gjon këtu në Kosovë. Ai që nuk do për shembull dikush e merr dëtimin tjetër, shkon diku tjetër edhe neve të kënaqësim nuk kemi asnjëherë. Mi po me ato me cilin kemi qenë më herë dhe me cilin jemi sot, do të jemi këtu. Është dyshimi sepse paga ka qenë minimale, domon 200 euro. Ka pas besa 150 euro, kur tani domon është mesatare, 400 euro në 400 euro s'ke rrotu. Përshëndetje. Përshëndetje dhe unë. Çfarë kem? Mirë, faleminderit. Çfarë kalon? Mirë shumë. Ku jeton Pal? Unë Ku jetoni? jetoj në Hajvali. Në Hajvali. Po. A do jashtë dikun? Jashtë jo, këtu në Kosovë. Këtu në Kosovë. Po. Po të një stil pak si ma ndryshe, thash mos jashtit. Ju faleminderit. A do me çka merresh? Unë Me çka merresh? merrem me dëmtari. Dëmtari po. Që sa vite e ushtron këtë detyrë punës? Unë Që sa vite e ka ushtron? shumë vite. Shumë vite. Ka shumë vite. Që nga viti 1986 e filluar edhe kështu domon me shkollën dhe me punën edhe se e kam përdorur. Sa i kënaqën sot? Me tordurat. Jam i kënaqur. Deri. Jam i kënaqur. Kështu jashtë s'ke qenë asnjëherë? Jo. S'merr me rock? Po. Nuk e lakmon atë Jo, asnjëherë. pjesë. Asnjëherë. E pa këta që thonë s'ka kur gjë në Kosovë, jashtë ja vlen me shku me bota diçka. Po, ndëgjo, secili ka dëtimin edhe mendimin e vet. Në Kosovë ka sa dush edhe ka çka dush. Ai që do me punu dhe ai që do me gjetë veten e gjon këtu në Kosovë. Ai që nuk do për shembull dikush e merr dëtimin tjetër, shkon diku tjetër edhe ato ku e dëshiron dhe ku e gjon veten, ato e gjon veten dhe ato mendon. Unë për vetë mendoj se mirë është në Kosovë, nuk është keq. A vlerësohet sot një punëtor? Vlerësohet po. Vlerësohet. Tani vlerësohet. Deri para 2 viteve ka qenë pak më ndryshe, po 2 vite ne është mirë, nuk është keq. Kështu që neve të kënaqësim nuk kemi asnjëherë. Mi po me ato me cilin kemi qenë më herë dhe me cilin jemi sot, do të jemi këtu. Para 2 viteve. Çfarë dëshimi po she para 2 viteve? Është dyshimi sepse paga ka qenë minimale, domon 200 euro. Ka pas besa 150 euro, kur tani domon është mesatare, 400 euro në 400 euro s'ke rrotu. Vetëm kush mund të më thonë për shkak se domon nuk ka në ato. Nuk është e madhe 400 euro, po në krahasim me para 2 vite domon është mirë, nuk është keq. Do të thonë që janë të kënaqshme. Po duhet të jenë kënaqshme. Duhet të jenë kënaqshme. Or vani hyt, jenë vendin tonë, domon me ato çka ke në vendin tonë, e shirën vendin tonë edhe kështu që duhet të jetë kënaqshme. Po fillon pak ka familja. Ai marrë? Po, Sa fëmijë vali ke? kam 3. Mashallah. Ti je vajza? 2 jemi një vajzë. Vajza pas ka para sret. Gjithë po. Vajzat. A janë përprind më shumë se djemt. Është vërtet se po. Është vërtet se po. A boni krahasim? Unë nuk bëj krahasim, po ato bën krahasimin vet. Popull, kryesisht, domethënë, vajzave, shumica e vëllezërve nuk është që pasurinë i alojnë trashëgimin çu shekon i djalë, domethënë. Çfarë mendimi ke për ta? Pse djemt shumica nuk ja japin atë pasuri vajzave, motrave, çu shekojnë domethënë, çu e meritojnë. Po ndëgjoj, këtu se na ka qenë edhe më herë kështu domon që gjithmonë pasojnë një hanë ndjem, e kupton. Kurse unë jam i barabartë, unë nuk kam ndonjë ndryshim ose vajza se djali. Sa për këtë onestime, kështu mendoj unë domon. Njerëz që ndryshëm, ma kupton, tani ka filluar për shembull domon që pasuria me ligj dhe me gjithë ndahet e barabartë. Po dikush e jep djalit, dikush e jep vajzës, domon secili ka atë mendim e dëshirën e vet. Ku ta di unë për veten nuk bëj ndryshim. A kishte dhënë një pasurinë a kishte ndajt vajzës, edhe domethënë edhe e djemt. Po, gjithçysh. A ke menduar gjë? E kam mendu, po, e kam mendu se njëjtë, domon, i ka falë Zotit se gjithë njëjtë, domon, si femrën, si moshën, domon, ka falë njëjtë, domon, dhe fëmijën, domon, unë nuk bëj ndryshim, nuk bëj dallim për vetën time. Që nuk po trajtohen njëjtë si moshkull dhe femra këtë kohë sot. Që kanë hala bëjnë dallim. Dëgjoj, kjo asnjëherë nuk ka trajtuar njëjtë e barabartë, domon gjenia e ndryshme. Nuk trajtohet asaj. Po mirë është, nuk është keq, nuk mund të them që është keq, për shkak krahasim me kohën e para këta vjetë mirë është, do të jenë të kënaqur të dy gjinit. Shtuta kryesori i familje të shëndosh edhe të suksesshme. Çka e bën sipas teje? Një familje të shëndosh dhe të shëndetshme e bën kultura dhe respekti, dashuria, domethënë këto janë çfarë e bën një familje të shëndetshme.
Shtylla kryesore në familjen e juaj? Shtylla kryesore në familjen time. Unë edhe gruaja jem si barabar gati, po unë unë udhëheq më shumë. Sa burra duhet më udhëheq? Jo, gratë. Nuk është e thonë ajo, nuk është e thonë ajo pse për shembull si e thotë pse burrat duhet më udhëheq. Po do të thonë unë ta thash se barabar i kemi sa, po gruaja më lem më shumë. Kjo mirë është. Gruaja më lem më shumë, do unë edhe udhëhequn. Në raste të tilla, a duhet më lënë edhe gruas më udhëheq? Po pse jo? Nëse din edhe nëse është për të udhëheq, pse jo? Unë them se po. Shumë burra ndoshta për mos më qujtë ashtu se s'kan qenë me prish shumë gratë, ata detyrat i marrin vetë burra. Edhe ndoshta udhëheqin. Disa po këto. Nuk di çfarë. Nuk di çfarë. Këtu nuk di çfarë. Në fund një mesazh për gjithë familjet, për burrat, për gratë, një këshill domethënë ti si familjar që e kishe drejtuar. Unë kisha thënë për të gjithë që të kenë një respekt, kemë një afërsi me njëri tjetrin, të kenë një dashuri, një mirëkuptim, të respektojnë njëri tjetrin domethënë dhe tani ta gëzojnë këtë liri të cilën sot e kemi që kur njëherë nuk e kemi pas, ashtu siç duhet edhe siç e meritojmë, sepse jemi një popull shumë i vujtur, jemi një popull domethënë që duhet ta gëzojmë lirinë. Ashtu siç duhet. Ishte shumë kënaqësi. Të uroj më të mira atje.